Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jemi së bashku me ju si çdo mbrëmje dhe sot për të lutur mbrëmsaren. Sot është e premtë java para ardhjes. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijues hyjnori i yjeve, drita e mshuar e besimtarve. O Krisht, shëlbuesi të gjithëve, uratën tonë dëgjoje. Duke vuajtur rënd me dhimbje për vdekje e shuarje të shekullit, botën e mirë shpëtove, shërim u dhe fajtorëve. Kur u ngrysh nata e botës, si dhëndri prej nusrarës, nga krarori i bekuar i nënës Virgjër dole. Përpara fuqiploti gjunjëzohen të gjitha qenjet, qellore e toksore, urdhrit atij i binden. Ty i shejt me fe të lutemi, gjykatësi i madh i shekullit, në çdo kohë ti ne na ruaj prej shigjetave të pabesa. O Krisht, mbreti i drejtësisë, me ty lavdi i qoftë atit, dhe shpirtit shenjtë je dhënës, ndër shekujt e amshueshëm. Amen. Antifona e parë. Ma shëro shpirtin o Zot, sepse më katnova kundër teje. Psalmi 41. Urata të sëmurit. Për të vërtet po ju them, njëri prej jush do të më tradhtoj, njëri që po ha me mua. Krahason nga Marku Ungjilltar, kapitulli 14, rreshti 18. I lumi ai që kujton nevojtarin në ditë të vështirë, Zoti do ta shpëtoj. Zoti do ta ruaj, do ta kërtëndes në jetë. Të lumë do ta bëjë mbi tokë, dhe Zot ta lëshoj në duar të armiqve të vet. Zoti do t'i çojë ndihmë mbi shtratin e dhembjeve të tij, do ta përtrish në sëmundjen e tij. Unë thash, ki mëshirë për mua o Zot, ma shëro shpirtin sepse më katova kundër teje. Armiqtë mi flasin keq për mua. Kur do të vdes, do t'i harrohet emri? Po edhe nëse vjen kush të më shoh, flet kotësi, në zemrën mbledh pa udhësi, del për jashta e më vë në lojë. Të gjithë armiqtë mi përshpëritin kundër meje së bashku, e ma mendojnë të keqen, rëngat e madhe e ka kapur. Kë kap kjo smundje, ai më nuk qohet. Po edhe miku im në të cilin pata shpresë, që hëngri bukën time, u qua kundër meje. Por ti o Zot ki mëshirë për mua, më shëro dhe unë do t'ua kthej huan. Me këtë do ta marr vesh se më do, nëse nuk lejon të ngihet armiku im në mua. E ma nxeh dorën për shkak të pafajësisë time, dhe më lejon të ri në pranin tënde për amshim. Qoftë bekuar Zoti i hyj i Izraelit, prej amshimit në amshim. Amen. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ma shëro shpirtin o Zot, sepse më katnova kundër teje. Antifona e dytë. Hyji i gjithësisë është me ne, strehim dhe shëlbim është Zoti ynë. Psalmi 46. Zoti është strehimi dhe fuqia popullit të vet. Do t'ja ngjesin emrin Emanuel, që do të thotë hyji me ne. Mateu Ungjilltar, kapitulli 1, rreshti 23. Hyji është për ne strehim dhe fuqi, ndihmë gjithherë e gatshme në çdo vështirësi. Prandaj as do të tutemi edhe nëse lëkundet toka, dhe nëse mali do të kapërdihen nga deti. Le të gjemojnë e le të përzihen ujrat e tij, le të dridhen malet në furinë e tij. Rëketë e lumit do ta gëzojnë qytetin e hyjit, tendat e shejta të lartit Zot. Hyji është brenda, nuk do të trandet askur. Hyji ndihmon herët në agim, ulëritën popujt ran mbretërit, bobulloi Zoti, toka u shkri. Zoti ushtrive është me ne, strehimi ynë, hyj Jakobit.
tani e shikoni veprat e Zotit, mrekullitë që i bëre ai përmbi dhe. Ndalon luftra deri në skajet e tokës. Do t'i thyj harqet, do t'i coptoj armët, mburojet në zjarr do t'i djeg. Ndaluni, shihni se unë jam hyje, i madhërueshëm mbi popull, i madhërueshëm mbi tokë. Me ne është Zoti hyj ushtrive, strehimi ynë hyj Jakobit. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shajt. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Hyj i gjithësisë është me ne, strehim dhe shëlbim është Zoti ynë. Antifona e tretë. Të gjitha kombet do të vinë e do të adhurojnë o Zot. Kënga krasos bulesën 15, 3 dhe 4. Himn në adhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua o Zot, hy, o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty o Zot, dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd? Ti i vetmi je Shajti. Të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. Sepse gjyqët e tua u dëftuan të drejta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të gjitha kombet do të vinë e do të adhurojnë o Zot. Leximi i shkurtër nga letra e 2 e Pjetrit, kapitulli 3, 3:7-8b deri në 9. Te Zoti një ditë është si 1000 vjet, po dhe 1000 vjet janë si një ditë e vetme. Nuk vonon Zoti ta çojë në vend premtimin, si disa e mendojnë të ngadalshëm, por është i dërueshëm me ju, se nuk do që ndokush të biret, por do që të gjithë të kenë mundësinë të kthehen. Përgjigje e shkurtër. Eja na shpëto o Zot, hyj i gjithësisë. Eja na shpëto o Zot, hyj i gjithësisë. Na trego fytyrën tënde dhe do të shëlbohemi. Hyj i gjithësisë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Eja e na shpëto o Zot, hyj i gjithësisë. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. E thira nga Egjipti i birin tim, ai do të vi për ta shpëtuar popullin e tij. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brorit hyj të shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërptarën e vet të përvojt. Qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyj i gjithë pushtetshëm. I Shajt është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrezoi princat prej froneve të tyre. E lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thot. I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. E thira nga Egjipti birin tim, ai do të vi për ta shpëtuar popullin e tij. Lutjet e besimtarve. Të thrasim Krishtin, bariun dhe kujdestarin e shpirtrave tanë, duke thënë: Ki mëshirë o Zot, në mirësinë tënde. Bari i mirë i Grigjës së hyjit, eja e bashkoi në kishën tënde të gjithë njerëzit. Ki mëshirë o Zot, në mirësinë tënde.
Ndihmoju, o Zot, barinjve të grigjësate e cila ende udhëton, që popullin tënd ta kullosin me kujdes deri në ardhjen tënde. Ki mëshirë, o Zot, në mirësinë tënde. Na e dhuro, o Zot, karizmën e shpalljes së fjalës tënde, që lajmi i gëzueshëm të arrijë deri në fund të botës. Ki mëshirë, o Zot, në mirësinë tënde. Ki mëshirë për të gjithë ata të cilët vuajnë në rrugën e jetës së tyre. Bëj ta shohin dashurinë tënde nëpërmjet vëllezërve e motrave që u qëndrojnë pranë. Ki mëshirë, o Zot, në mirësinë tënde. Tregoju lavdin tënde në livade qiellore të kullosës, të gjithë atyre që i thirret te ti, e që në këtë jetë e kanë dëgjuar zërin tënd. Ki mëshirë, o Zot, në mirësinë tënde. Aty që je në qiell u shëjtroft emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Dëftoje po të lutemi, o Zot, pushtetin tënd, dhe eja sepse prej rreziqeve ku në shpijen mëkatet tona, vetëm prej teje mund të fitojmë çlirimin dhe shëlbimin. Ti që jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, së bashku me ju lutëm brëmësaren e kësaj të premte një herit javës së parë të kohës së ardhjes. Ne ju ftojmë të vazhdoni të shoqëroheni me programet e tjera të Radio Marisë së Kosovës. Një zë i krishter në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.